ka kush punon për mu. Kush janë njerëzit që ka kush punon për mu? Ata janë vetëm dy lloje të njerëzve. Ose është ndonjë bos, ndonjë i pasur, i cili ka shumë punëtor dhe ai është shefi. Çka punon ti? Ka kush punon për mu. Dhe lloji i dytë është femra muslimane, e cila është mbretëresh, e cila thot ka kush punon për mu. Kush punon për te punon baba, për te punon buri, për te punon djali. Kjo është feja Allahut Azza wa Jall, e cila e ngriti femrën si vajzë, e ngriti femrën si grua, e ngriti femrën si nanë. Dhe sot femra në Islam jeton me gjithat mirat, me lumturin e vërtet, dhe jo me lumturin falco, me lumturin e cila paraqitet në 30 sekonda apo në 50 sekonda në këto videot e shkurta që jeci rinia për çdo ditë dhe e sheh dhe ndoshta mahnitet me lumturinë atyre. Lumturia e vërtet është vetëm në fenë Allahut Azza wa Jall.